Po, si erdhe në Shqipëri? Për punë. Për punë? Me agjensi? Me agjensie. Agjensia Ja, ishte pas ka shumë e sjell mirë, po... Donaldi më duket. Po, agjensia mirë e gjeti e shumë pronari. Pronari e jetë e mirë. Edhe ku e gjete ku erdhe në Shqipëri, në qa vendi? Në Llogara, direkt? Po, direkt. Drejt në Llogara. Në Llogara, është restorant Dreri aty, ku shkojnë, sa bukur, lëre mos e pyet. Mes pyllit, për 10 minuta del në det poshtë, po i bore makinën, sa vjetë u bërë në Shqipëri? E këtu kam 5 janar, dhe bushin 18 muaj. 18 muaj, 1 vit e gjysëm, edhe ke mësuar Shqipe. Pa mësoj avash. Po motra sa vjetë ka? Motra 2 gjysëm. 2 e gjysëm? A motra ka ardhur e para? Motra fillim, pas të i ardhur. Po motra ku punon tani? Ati në... Tani punon në lokali ati, nuk e di. Ku? Nuk e Qa pjota vendi? unë. Jo, qaj qyteti? Të Shkodra ati e në mes. Që nga ti ku ka qefa njësë. Të Shkodra në mes, punon nga ti punon në Llogara për vete. Po, unë në Mali. Tani, ti të Mali, vina do sorkadhe të afer? Po, pa tjetër. Ke qenë në njerë të lokali i Llogara, si është imbushur me sorkadhe, tani do ma thuash dhe njerë kur jam merë klientëve porosin si mutove mua të mora për shqiptar? Jo... Se unë dhash të vlo njatë kyt, Po, klienti në... si pyet? Kur ardhe në klienti, po dhe flasë anglishe, po qip. Që duash ti flasë ka problemi, po... Jo, shqiptari se duash ti, thot, edhe pos t'i vjen një. Po, edhe pos t'i... Jo, klienti pjote mua. Po. Si thot, do anglishe, po shqip, dhe s'ka problem, sa duash ti. Si do qëroni ju. Ashu, e? Po, ashu. Edhe kur të porosisin kafe, qa i thua ti? Po, për shëndetje, si kalove. Po, qëfar do qëroni jemi... Po, do kafe, macchiato...